Një zjarr ka rënë në mesditën e sotme në lagjin 15 qytetit të Durrësit në parkun e autobusëve në sektorin Rinia, pranë zonës së njohur si Eko Park. Sipas informacioneve paraprake rreth orës 13:45, flakët kanë përfshirë ambientet e parkimit të autobusëve, ku si pasojë janë djegur disa prej tyre. Në lidhje me këtë ngjarje të minutave të fundit do të kemi një komunikim me Lori Damanin, kolegen e Euronews, për të bërë më tepër një bilanc për këtë ngjarje, sa do me materiale janë shkaktuar, çfarë ka arritur të mësojë deri në këtë momente dhe sa i takon, më të themi, zotruesve të asaj zone, a ka patur edhe dëme apo të lënduar. Po Lorida. Të përshëndes Alba, rreth orës 2 të mesditës së sotme, një zjarr i madh ka përfshirë një park autobusësh në zonën e Flakës, më konkretisht në sektorin Rinia të qytetit të Durrësit. Bëhet fjalë për disa autobusë të vjetër të nxjerrë nga përdorimi, të cilët kanë qenë të parkuar pranë njëri tjetrit, duke bërë kështu që dhe flakët e zjarrit të përhapen me shpejtësi. Rreth të dendur aty kanë përfshirë zonën për disa minuta me radhë dhe duhet thënë në fakt që fatmirësisht nuk ka patur rrezik për zonat e banuara përreth, pasi zjarri është vënë shumë shpejt në kontroll dhe perimetri i sigurisë është vënë shumë shpejt nga shërbimet të zjarrfikse dhe nga policia. Deri më tani mësohet që nga flakët janë përfshirë disa autobus, por janë shkumbuar totalisht deri më tani 5 prej tyre, ndërsa shërbimet zjarrfikse po punojnë për shuarjen e plot të flakëve. Në informacionin paraprak, policia bën me dije se po kryen verifikimet se si ndodhi kjo ngjarje, cili ishte shkaku i saj, Alba. E qartë, sa i takon dëmeve materiale, është bërë një përllogaritje apo akoma shumë herët për të bërë së bashku një bilanc apo autoritetet për të thënë dhe fjalën e fundit? Deri më tani nuk janë shuar ende flakët totalisht për të bërë një bilanc të përfundimit të tyre. Kam përshtypjen që shërbimet zjarrfikse do të merren me këtë ngjarje gjatë, pasi është një ngjarje në fakt që ngret dyshime, por do ta shohim deri në fund se cila do të jetë ekspertiza që ata do të nxjerrin dhe burimet zyrtare, policia e shtetit çfarë do të bëjë me dije për ne, Alba. Mbetet për të parë edhe se si do të vijojnë hetimet, nëse ka qenë që më shpa apo ka patur dhe shkëmbije të tjera. Lorida, falenderoj shumë për kohën.